Kryeministri italiane Giorgia Meloni mbylli tubimin e partisë së saj, vëllezërit e Italisë, në kryeqytetin italian duke adresuar çështje të rëndësishme gjeopolitike dhe ekonomike. Meloni u shpreh se Italia ka qëndruar gjithmonë pranë Ukrainës, duke cilësuar luftën e saj kundër neoimperializmit me karakter sovjetik si një kaos të drejtë. Këtu askush nuk ndjen nostalgji për Bashkimin Sovjetik, i cili ndikoi në gjysmën e Evropës për gjysmë shekulli, tha ajo, duke folur për marrëdhënie transatlantike. Kryeministria theksoi: "Ne I dham sigurinë tonë Shteteve të Bashkuara, duke supozuar se kjo do të ishte falas, por nuk ishte." Ajo gjithashtu rikujtoi mbështetjen e saj për një NATO evropiane të fuqishme, që mund të dialogojë me të gjitha fuqitë e mëdha të botës në mënyrë të barabartë dhe me dinjitet. Në fjalimin e saj Meloni vuaj në dukje sukseset e 3 viteve të qeverisjes së Aleancës Konservatore që ajo drejton. Sipas asaj, agjencitë ndërkombëtare të vlerësimit por e shikojnë Italinë në kategorinë më të lartë, duke bërë më tërheqëse për investime. Investimet për 80 miliardë eurosh në këto 3 vjet kanë krijuar vende pune dhe normat e interesit për obligacionet tona qeveritare po ulen, duke kushtuar miliarda euro që mund të përdoren për nevojat e italianëve, tha Meloni.